Me Alban Hasanin, specialistin e sportit pranë e sportit në bashkinë Shkodër. Alban, përzhvillohet një kampionat interesant i futbollit në Velipoj, edicioni 2. Diçka po lëviz, po futet në traditë ky sport edhe për bashkinë Shkodër dhe plazhin e Velipojës. Po, është nësi me këtë kohë pushimit. Kemi menduar me bërë një futbollin Iran, është traditë e Shkodrës dhe jam i kënaqur sepse janë gjithë ekipet e lagjeve të Shkodrës si marrin pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një shumë e mirë, por qetësia me thënë drejtën është jashtëzakonisht e lartë që më ka surprizuar në këtë vit, kur ndeshjet janë shumë forta dhe janë lojtarë që luajnë futboll në Iran dhe ja dinë mon këtij lloj sporti sepse ka specifikën e vet e Iranit, mon është një sport që përveç anës fizike do të thonë teknike për me luajtur këtë sport dhe jam i bindur se viti tjetër do të jetë shumë më i bukur. Unë kam kënaqësi e kam pas kënaqësi sepse ti e marr mend që vitet 2013-2015 kemi luajtur futboll në Malzi dhe shumë herë në shpallë kampion Ballkanit me lojtarë si Osja, Grima e shumë tjerë dhe me pëlqen këtë sporti, më thënë drejtën, sepse jep një gjallëri edhe qytetit, edhe plazh Velipoj, si jam i bindur si shpresojmë shumë që vitet tjera të bëhet edhe në kombëtar që ndoshta në gëzim shumë më të madh se ky. Vetë emrat ish futbollistëve të cilët janë pjesë e këtij kampionati japen më tepër vlerë. Kam parasysh këtu Florin Bardullën, i cili ka luajtur për vite me radhë futboll tash me trajner, po ndër më të mirët tek futbolli nër. Po ashtu edhe portieri Dervishaj, që është portieri i stafit të Edi Martinit tek kategoria Superligës. Dervishaj është shpall dy lojtarë më i mirë i kampionatit, është një portier cilësi shumë lartë, ish portier kombëtar Shqipërisë. Unë kam pas fatin me drejtu te kombëtari i Iranit, Dervishin, ka një portier i parë. Po ashtu Floridi është lojtar trajner, më ta quaj, me teknikë shumë mirë. Fizikisht i mungon pak sepse normalisht mosha dhe pesha lënë me dëshiru, por ana teknike është po që ka qenë para shumë viteve. Dhe vlerësimi duket po ashtu tek trupa gjykuese, dy nga arbitrat më të mirë, jo të Shkodrës, po të Shqipërisë, si Agron Kasrati dhe Jetmir Podgorica, po gjykojnë ndeshjet. Kjo tregon sepse është një kampionat shumë i bukur dhe kena dhënë vlerësimin e duhur për vetë fakti që çdo gjë mos mesin dorë të fatit, po tjetër nga dy specialistë jashtëzakonisht mirë dhe jam i kënaqur që po pjesë e këtij kampionati. Shikoj në ditën e parë ekipi i Velipojës, kampion në fuqi që drejtohet nga trajneri Besik Ndoj, ka vendosur ta mbajë titullin kampion me 2 fitore rradhës i kryeson për momentin. Është një punë që ka bërë 2 muaj para dhe është i vetmi ekip që as të vit 3 javë para kampionatit në fushën e Velipojës. Normalisht këta 700 lojtarëve janë banues në Velipoj dhe e kanë më të lehtë më përshtat me Ranin. Inshallah bashkë me Federacion Shqiptare Futbolli kemi menduar se ekipi kampion të ketë një ndeshje mini kampionati Champions League vogël që do të zhvillohet në Malzi në muajin shtator. Krahas të tjerave, ky kampionat Alban mendoj se i shërben edhe propozimit të Velipojës, të turizmit në këtë plazh ka të interesant që frekuentohet nga pushuesi shumë. Normalisht ju po shikoni vetë edhe tifozët, njerëzit që janë përreth. Shpresojmë shumë që të gjana bëhen vetëm për tifozët dhe për pushuesit dhe jam i kënaqur sepse shumë pushuesi mos nga Kosova, Shqipëria kanë ardhur për një këtë kampionat. Këto janë ndeshjet eliminatore dhe patyshim kulmi do të jetë tek finalja. Dita mërkurët paradite, gjithë finalja dhe finalja dhe shpresojmë po të jetë po shumë bukur sa edhe sot. Dhe ekipi fitues ka një shpërblim për 1.000 €. Po, nga vështia Shkodër 1.000 € kush fiton kampionatin, po ashtu edhe para 2 viteve. Edhe ky një motiv më tepër për ekipin kampion. Është normale sepse është diçka që i jep motivon dhe tek shpenzimet e presidentëve sepse ata kanë shpenzimet e veta për me mbajtur ekipin me bazë materiale, me ushqim, me fetje, domethënë është një traditë që duhet me qenë prezent në Velipoj. Ishim me Alban Hasanin, ish futbollistin e Vllaznisë, të Teutës, fituesi disa trofeve, aktualisht specialist i sportit në bashkinë Shkodër dhe drejtori i Akademisë Vllaznia. Alban, faleminderit për përgëzime për këtë aktivitet.